A është obligim, thot, me i rrej fëmit, kur të thot vjera, rrehi fëmit se po bëjnë gjurmë e sharë. Jo, nuk është obligim. është obligim fëmit me i eduku, vjerrit me i respektu. E jo me i rrej pa tjetër. Nëse ata bëjnë të lashe, bëjnë gjurma që gjdo fëmi i banë ato, atëherë e edukon. I fol fjalë të mira, i fol fjalë për mentalitetin e tij, varet prej moshës. E jo më rrin, ndoshta fëmijët nuk janë të bëjë çat gjurmë në atë nivel që më urrej. Edhe nëse bëjnë, prapë duhet me eduku, jo detyrimisht me rrej. Në Islam e ka edhe vendin edhe rreja, po ka me rregulla. Nuk e ka, prandaj nuk guxon askush, një, në emër të fesë me rrej, e dyta me nënçmu fen për shkak apo i rrej fëmijë. Ka dalë se ju nuk i kuptoni ata që ofendojnë dinin, nuk i kuptojnë shumë se anë, ne i thojmë të rijeni, të vegjël jeni, me e shoh dinin e Allahut azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu krejt rregullat. Ktheuni te psikologët, pedagogët, ata njerëz që nuk anojnë në bazë të ideologjive në edukimin e fëmijëve, por janë psikologë dhe pedagogë të ndërgjegjshëm edhe e dinë se çka është dobishme edhe për një fëmijë në edukim. Fëmia duhet mu qërtu edhe mi bërtit, s'ka problem. Është momenti kur sa qysh me rre, sa vjet duhet mi pas, sa duhet mi ra, ku duhet mi ra, e tjerë, gjitha këto nuk është tema jame kjo. Por se, as në amën të asaj se Islami po thot me i rre, nuk duhet t'i rrejmë, se gabojmë, pas në amën të asaj që me nënçmu Islamin se po thoj kam i rreja, as nuk guxon të nënçmu dini jonë. Sepse çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është më mira në botë, vetëm mundën me llomotit 5 vjet, 10, 20, ata që se dojnë dinin, mundu me gjetë kinse vegza, por e vërteta del shesh gjithë. Ata mbeten të nënçmuarit, ata mbeten mëkatarët, edhe gjunaja jetë te Zoti xhaleshanu aty në tipave. Prandaj un po them, fëmia ka vënë edhe kohën, edhe momentet, edhe rrethonat, edhe rregullat kur edhe si me urrej, por jo kur ti teket vjerës. Pastaj para moshës 10 vjeçare, absolut nuk është e udhës me rrej. Nëse kema të vegjël, nëse kema të maj, edukoj. E vetmi domon që përmend ulemat kanë thonë për namaz ka pak me tut. E jo për tjera të sana. Ka shumë me fol për këtë temë. Ajo që më mbren është kur mundohet dikush që se sheh veten pasqyre e me nënçmu këtë din me idiotësitë e tij, kjo mbren mas shumë ti. Kujdes prej tyne.